A e dini se lista e kandidatëve për deputet nga Lëvizja Bashkë për zgjedhjet 11 majit është më e mira nga të gjitha? Ja përse. Nga 6 kandidatët e parë të listës për Tiranën, 4 janë me doktoraturë, janë doktor shkencash. Arlin Qori, Redi Muqi, Jani Marka dhe Jonida Sela. I pari i listës së Durrësit, Artan Kacani, i pari i listës së Elbasanit, Olqion Fociro, dhe i pari i listës së Kukësit, Alban Medallari, janë gjithashtu doktor shkencash. Po kështu, e dyta e listës së Shkodrës, Mirza Bala, e dyta e listës së Gjirokastrës, Stella Muqi, dhe Klejda Peçulaj në Vlorë janë gjithashtu me doktoraturë, pra doktor shkencash. E 10 tjerë janë me mastera shkencore, si Bora Mema, Silva Palushi, Gabriel Rakaj, Mirela Ruko e shumë të tjerë. Po ne nuk kemi vetëm parti e shkollarëve. Lëvizja Bashkë është gjithashtu e vetmja forcë politike në zgjedhjet e 11 majit që kandidon pensionist në listat e saj për deputet. Pensionist vërtet, pensionist me halle, jo njerëz që kanë ardhur të rinë politik edhe tashmë janë të plagur. Pensionistë si Qani Shino dhe Fatmir Gashi që kanë qenë disa nga zërat më aktiv në 8 protestat e nëntorit dhe djetorit përballë kryeministrisë për çështjet e pensioneve. Shumë pensionistë tjerë aktiv në qytetet ku jetojnë, si Fran Lleshi në Lezhë, Spiro Goga në Fier, Kujtim Spahiu në Durrës, Syrja Ruçi në Korçë, Merushim Lika dhe shumë të tjerë. Lëvizja Bashkë është edhe vetmja forcë politike që kandidon njerëz të punës, punëtor, bujq, fermer dhe zanatçin në listat e saj për kandidat për deputet. Kategori e cila për partitë e tjera zëre se nuk ekziston prej 30 vitesh. I pari është Besian Hica, fermer në Dibër, por kemi edhe emra të tjerë si Tonin Shermeli në Shkodër, si Marte Gjeloshi në Durrës, si Vladimir Shabani edhe shumë të tjerë që janë punëtor të sektorit tekstil, punëtor ndërtimi, zanatçin dhe mjeshtra të ndryshëm. Pavarësisht se të gjithë janë sulur diasporës dhe i kërkojnë asaj votën edhe parat, ne të Lëvizjes Bashkë jemi të vetmi që kemi kandiduar në listat tona, qoftë në krye të listave, qoftë në vazhdimin e listave, qoftë në fundin e listave, përfaqësues nga diaspora. Sepse ne nga diaspora nuk duam vota dhe para, por duam mbi gjitha njerëzit, intelektet edhe vullnetet e saj. Elio Shyti, i pari i listës për Beratin, është pashtu përfaqësues nga diaspora. Alban Medallari, i pari i listës për Kukësin, është përfaqësues nga diaspora. Bleranda Meqi është nga diaspora. Aldi Gjoni është nga diaspora. Shpendi Sulqe, Kristian Doda, Tea Gugo edhe shumë tjerë, djemë dhe vajza, janë përfaqësuesit më të mirë nga diaspora në listat e Lëvizjes Bashkë për zgjedhjet elektorale 11 majit. Të rinj ende student si Lie Borxulli, Gresimela Sula, Qemal Braçi, Bruno Çaushaj, Abel Brausha e shumë të tjerë. Këta janë disa nga emrat e shumët. Ne nuk kemi parti e atyre që janë prag të burgut si Partia Socialiste. Ne nuk kemi parti e dinozaurëve demode si Partia Demokratike. Ne nuk kemi parti e hallave, e tezeve, e familjarëve si partitë e tjera, të reja ose të vjetra. Ne jemi Lëvizja Bashkë, parti e re, moderne dhe njerëzve të ndershëm, të punës edhe të lapsit. Lëvizja Bashkë është alternativa. Mos thuaj se nuk ke se këtë votosh në 11 maj. Çështja është a e do ndryshimin apo jo.